Në momentet e fundit kishte disa paqartësi që realisht ne nuk e kena kuptuar pse ka ndodhur, kur zoti Limaj dhe Nisma Socialdemokrate ka pasur kërkesën që të bashkohet, dëshirën që të bashkohet Partisë Demokratike pa asnjë kusht të vetëm. Pa asnjë kusht të vetëm. Po thoni paqartësi, për çka keni fjalën? Paqartësi thash në raport me Lidhjen Demokratike të Kosovës për shkak të elektoratit. Ndërsa në Partinë Demokratike të Kosovës nuk kishim asnjë kërkesë, por ka pas një paqartësi në brenda Partisë Demokratike të Kosovës. Pra nuk ka pasur një lloj arsyetimi, ta quaj kështu, nga PDK? Jo, nuk ka pas arsyetim nga Partia Demokratike. Partia Demokratike, ose më thonë ma mirë, një grup i caktuar i njerëzve brenda Partisë Demokratike të Kosovës, të cilët njihen për opinionin publik, kishin një qëndrim ndryshe. Nuk ka pasur Partia Demokratike, nuk ka marrë një vendim, madje as në kryesinë e saj për ofertën tonë, por megjithatë i mbetet që në të ardhmen të diskutohet për një bashkim, sepse zoti Limaj ka... A zotrin Imani që faji ka qenë tek PDK-ja për mos arritjen e koalicionit parazgjedhor? Jo vetëm nuk po them të PDK-ja, me qëllim po them PDK-ja, sepse nuk e di kush është me PDK. A është zoti Limaj, a është dikush që ka përfituar nga PDK dhe kur s'ka qenë realisht në PDK. Nuk di kush është me PDK. Unë përflas tash në vetën e parë, pasi që jam këtu, unë jam kryetari i parë i Nisë Demokratike të Kosovës, dhe ndaj kryesisë Partisë Demokratike që nga themelimi i saj. Por megjithatë tash një grup i caktuar i njerëzve, të cilët kanë zakonisht kanë interesa dhe bërë interesa nga ky organizim politik, janë rreshtuar, por që elektorati, strukturat... Një grup i caktuar e njerëzve brenda PDK-s? Brenda PDK-s, po. Sepse ju keni parë paraqitjet publike të qindra zyrtarëve të Partisë Demokratike të Kosovës, të mira aktivistëve në rrjetet e tyre, në komunikatat publike, degë të caktuar të Partisë Demokratike, kryetarë të degëve, kryetarë të komunave, deputet, ish deputet, të gjithë kanë bërë thirrje për një madje deri në kryetarë të Partisë Demokratike të Kosovës kanë bërë thirrje për bashkim të tillë, por që në momentet e fundit nuk ndodhi. Unë mendoj me siguri që ky bashkim nuk ndodhi për shkak të disa elementeve të vogla brenda strukturave të Partisë Demokratike, por ky bashkim do të ndodhë në terren, sepse kemi një numër shumë të madh të njerëzve, përkrahësve dhe simpatizantëve edhe të Partisë Demokratike që janë rreshtuar me zotin Limaj dhe me numrin 122, që do ta mundsojmë dhe që në Parlamentin e Kosovës do të bashkohem si forcë e më e madhe politike në vend. Edhe pse nuk ndodhi koalicioni para zgjedhjeve, pra Nisma do të jetë e hapur për të bashkuar me PDK-n pas zgjedhjeve. Ne kena pasur edhe një qendrim publik të kryetarit Limaj, konferencës se ne do të jemi në Kuvendin e Kosovës, do të jemi pjesë Partisë Demokratike, sepse ashtu po kërkon edhe elektorati ju. Pra besoni se PDK-ja pas zgjedhjeve do e pranoj një gjë të tillë, po që se në mënyrë arsyet pas kanë qenë tek ajo? Unë shpresoj që edhe njerë po du me thonë, po du me nda PDK-n nga një grup i caktuar i menaxhmentit të Zefdet Dodës që e kontrollon Partinë Demokratike të Kosovës. Nuk po flas për Partinë Demokratike reale, po flas për një grup të caktuar të njerëzve që nuk e kanë dosh. Po i referoni zotrin Imani kur po thoni kështu, një grup i caktuar. Po shikoj, nuk po du me fol sot me emra, sepse ata sot jemi thuajse në fushatë elektorale dhe nuk duhet që kërkush më lëndu në procesin elektoral dhe jemi bindur që dhe dëshiroj që edhe Partia Demokratike e Kosovës të ketë sukses sa më masiv në këto zgjedhje, se vetëm forcimi i Partisë Demokratike, forcimi i Lidhjes Demokratike, aleancës dhe kalimi i pragut nga Nisma Socialdemokrate mund të bëjnë ndryshimin. Madje, me thonë shumë trash, kalimi i pragut për Nisma Socialdemokrate është ndryshimi më i madh që mund të bëhet për vendin, sepse me një mbështetje të caktuar të elektoratit që jepet Nismës këtë rast zotit Limaj dhe listës sonë, ne do të arrijmë të kemi 6 deputet dhe 6 deputet ju e dini fare mirë se e bojnë ndryshimin. Unë sonte do me bëj thirrje secilit që ta mbështet këtë koncept, edhe ty madje, edhe secilit për njerëzve që ta mbështetin këtë koncept, sepse ne na duhet një ndihmë që të kalojmë pragun, ne jemi të vetëdijshëm për sfidat që kemi, na duhet një ndihmë që të kalojmë pragun me qëllim që të bëhet ndryshimi. Imagjinojmë ne kemi një numër të caktuar të votave dhe na duhet edhe një mbështetje nga elektorati, nga qytetarët e Kosovës dhe ata të cilët e dojnë zotin Limaj dhe strukturën politike që ka përfaqësuar deri më sot në Parlamentin e Kosovës, dhe kjo mbështetje unë po shoh çdo sekond sot gjatë gjithë ditës me aktivitetet që kemi pasur me qindra dhe mira njerëz janë bashkuar këtij koncepti, madje është një befasi e mirë që po presim që të kemi një rezultat interesant në
në këto Por zgjedhje.